أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hamdi dhe të gjitha falenderimet I takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë, salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith, haqqul muslimi ala al muslimi sitt, e drejta e muslimanit ndaj muslimanit është 6, apo të drejtat e muslimanëve mes muslimanëve ndaj muslimanëve janë 6. E para është idha laqitahu fasallim alayh, kur ta takosh përshëndete, pra përshëndet në me përshëndetjen islame. Wa idha da'aka fajibhu, nëse të fton përgjigj ftesës së tij. Wa idha stansahaka fansah lahu, e nëse kërkon këshill prej teje, këshilloje. Wa idha atasa fa hamida Allah fa shammithu, e nëse ai të shtit dhe falenderon Allahun, atëherë lutu ti për të. Wa idha marida fa'udhu, e nëse sëmurët vizitoje. Wa idha mata fattabi'hu, e nëse vdes përcjellje deri te vorrët, pra përcjellje xhenazën e tij dhe merr pjesë në varrimin e tij. Po ky hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon për të drejtat e muslimanëve ndaj muslimanëve, të cilat të drejta sjellin dashuri, afrim dhe bashkim mes muslimanëve. Ka dhe të drejta të tjera, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto 6 ai ka përmbledhur me një hadith. Por këto 6 të drejta janë bazë të etikës, pra moralit dhe dashurisë në Islam. Kush I zbaton këto, e forcon lidhjen edhe me Allahun, po edhe me njerëzit, me muslimanët. Dhe këto janë mësime nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këshilla dhe porosi për ummetin e tij, për ata të cilët dojnë të jetojnë me fe dhe me karakter islam. E para e drejta, apo e para porosi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është idha laqitahu fasallim alayh, ay idha qabalta akhaka al-muslim fabda'hu bis-salam, lima fihi min al-mahabba wa nashr al-aman wa at-tuma'nina. Pra nëse e takon përshëndetje me selam, do me thonë nëse e takon vëllain tan musliman, filloje me përshëndetjen islame, sepse ajo përshëndetje mbjell dashuri, siguri dhe qetësi ndërmjet njerëzve. Se fjala selam do të thotë paqë. E kur e përshëndet vëllain tan musliman me selam, me paqë, do me thonë ati për I thoti Assalamu alaikum, paqja Allahut që mbi teje, që do të thotë rri I qetë, rri I sigurt, mos u ndi keq, sepse nuk do të bëjnë ndonjë të keqe, nuk do të bëjnë ndonjë dredhi, por rri rahat me mu dhe ndihu I qetë, sepse përshëndetja është përshëndetje e paqes, përshëndetje e sigurisë. Selami është përshëndetje islame dhe shenjë dashurisë dhe paqes mes besimtarëve, dhe I forcon lidhjet vëllazërore dhe I largon zemërimet. Po momentin ku përshëndetemi, çdo kur takojmë, përshëndet me selam, ky selam sjell dashuri mes muslimanëve, sepse edhe pe përshëndet edhe po lutesh, sjell paqe mes muslimanëve dhe I forcon lidhjet vëllazërore. Po kur të takosh me vëllain tan musliman dhe përshëndet me dorë dhe me gojë, me assalamu alaikum, kjo e forcon vëllazërin dhe e largon zemërimin. An Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, transmetohet nga Abdullah ibn Salami radiyallahu anhu, I cili thotë se e ka dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Ya ayuhan nas, o ju njerëz, afshu salam, përhapni selamin, pra përshëndetjen me paqe. Wa at'imu at-ta'am, ushqini të tjerët. Wasilu al-arham, bani lidhet farafisnore. Wasallu bil-lejli wan-nasu niyam, dhe falën natën kur njerëzit janë duke fletur. Tadkhuluna al-jannata bis-salam, do të hinin xhennet me paqe. Pra pejgamberi alayhis salam kështu na porositet, o ju njerëz,
përhapni selamin. Mbani lidhet familjare, ushqjeni të tjerët, falni natën kur njerëzit janë në gjumë, thotë do të hini në xhennet me paqë. Po ashtu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se ka thonë, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi alayhis salam, la tadkhulul janna hatta tu'minu. Nuk do të hini në xhennet derisa të besoni. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dhe nuk do të besoni besim të plot derisa të duheni mes veti. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Thot aty të tregoj për diçka, nëse ju e bëni atë, nëse e veproni, do të shtohet dashuria mes juve. Thot pejgamberi alayhis salam, afshu salama bainakum, përhapni selamin mes jush. Po pejgamberi alayhis salam në këtë hadith po tregon se në xhennet nuk do të hini përderisa nuk besoni. Pra në xhennet hin vetëm besimtar, vetëm ai që ka besuar Allahun, besim të vërtet, besim të drejtë, sipas Kur'anit dhe sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra nuk do të hini në xhennet derisa të besoni. Por nuk do të besoni, pra nuk do të keni besim të plot derisa të duhuni mes veti. Si musliman, të keni dashuri, se muslimani e don muslimanin për çka? Për besimin që e ka. Allah thot në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër. Nuk ka thonë Allah xhaleshanu njerëzit janë vëllezër. Ka thonë besimtarët janë vëllezër. Dhe më thonë qoftë ai besimtari i bardh apo i zi, qoftë arab apo jo arab, qoftë i varfër apo i pasur, qoftë prej ndonjë fisi të njohur apo prej ndonjë familje e cila nuk është e njohur, besimtarët janë vëllezër. Atje në lindje nëse është një besimtar e ki vëllat tondi, sepse ki vëllat të imanit, të islamit, fejes, të bashkon fjala la ilaha illallah, të bashkon Kur'anit, të bashkon pejgamberi alayhis salam, të bashkon kibla me një kible, të bashkon një njëjtë namaz, të bashkon një njëjtë Ramazan e kështu me radhë. Pra qoftë në lindje apo në perëndim e ki vëllat. E nuk ka thënë Allah xhaleshanu njerëzit janë vëllezër. Allah xhaleshanu ka thënë për njerëzit thotë, o ju njerëz, thot Allah xhaleshanuhu ju ka kriju juve popull dhe fise që të njoftoheni mes veti. Ama inna akramakum inda Allahi atqakum, por më i miri, më i ndershmi për ju është ai cili më i devotshëm. Pra Allah xhaleshanu ka bën fise të ndryshme, popull të ndryshëm. Por më i miri për ju cili është? Jo ai që është në Mekë, apo ai që është në Medinë, apo ai që është në Zvicër, apo ai që është në Shqipëri, në vende shqiptare apo në perëndim diku. Cili është më i miri? Inna akramakum inda Allahi atqakum, më i miri për ju është ai i cili është më i devotshëm. E pejgamberi alayhis salam po thot, nuk do të keni besim të plot, thot derisa të duheni mes veti. E thot, apo doni që t'rregoj për diçka që ja ushton dashurinë mes veti, thot afshu salama bainakum, përhapni selamin mes veti. Kur të takosh me musliman, mos e merr si shprehi vetëm kur të takosh me hoxhën, më thon selam aleikum, apo me një haxhi, apo me një plak. Jo, me çdo musliman kur të takosh, përshëndetje me selam. Se selami, përshëndetja ka shpërbime të mëdha. Asnjë përshëndetje tjetër nuk e zaventson përshëndetjen islame. Përshëndetjen me selam. Mirdita, mirëmbrëma, mirëmëngjes, ditën e mirë, këto nuk e zaventsojnë këtë selamin islam, të cilin e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tregon një sahabie, transmeton një hadith, thot, ishmi duke ndëjtur te pejgamberi alayhis salam, thot hiri një njeri dhe tha assalamu alaikum. Pejgamberi alayhis salam ja kthei përshëndetje dhe tha 10. Pastaj thot, që transmetues thot hiri një tjetër njeri dhe tha assalamu alaikum wa rahmatullah. Pejgamberi alayhis salam ja kthei selam dhe tha 20. Hiri i treti pastaj tha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pejgamberi alayhis salam ja kthei selam dhe tha 30. Pastaj pyetën sahabët, o pejgamberi Allah, pse kur hiri i pari thave 10, i dyti thave 20, për tre i tha 30. Thot i pari me selamin që dha assalamu alaikum tha i fitoi 10 sevape. I dyti ku tha assalamu alaikum wa rahmatullahi i fitoi 20 sevape. I treti kur tha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh i fitoi 30 sevape. Pra përshëndetja islame, përveç asaj që është përshëndetje, përveç asaj që është lutje për njëri tjetrin, ka edhe shpërblime të mëdha te Allah subhanahu wa taala. Sahabët e pejgamberit alayhis salam
aq shumë se e përdoshin selamin mes veti, tregosin ndonjëherë ku janë taku janë përshëndet me selam. Edhe pastaj janë konë të hez. Nëse dikujt ka ndonë një pemë, njëri ka kalu nënën tjetër pemës, tjetër nënën tjetër pemës, kur janë taku prap, assalamu alaikum wa rahmatullah, janë përshëndet. Pse? Por me fitu sevapin, shpërblime me fitu. Dhe me thonë gjeneratët e hershëm, sahabët, gjeneratët e para, gjeneratët e ditë, e trejta, selefus salih, janë mundu vazhdimisht të i bojnë disa vepra, të cilët vepra kanë shpërblime të mëdhoja të Allahu. Me pak punë, a më shpërblime të mëdhoja. Për shembull, të tregohet për një sahabi, për Abdullah ibn Abbasin, apo për Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Umayr, djalin e Omer, ndonjëherë edhe pse s'ka pas diçka në treg, me shku në treg, në pazar, po ka shku vetëm me qëllim që të shkojë në treg ta bën luqen e tregut, pazarit. Ku dish me shku në pazar, është një luqe, pejgamberi alayhis salam na ka mësuar, e kur ta bash atë luqe ki shpërblim të mëdhoja. Vetëm ka shku për me kaluat e me bën këtë luqe më kthit të shtëpia. Sahabët për shembull ja kanë ditë vlerën se abdesi ka shpërblim të madh te Allahu. Është arma më e fortë e besimtarit, abdesi. Kur ta merrsh abdesin, pikët që pikojnë të ujë nga trupi jo, nga gjymtyrët tua, të falin gjunat ashtu pikojnë edhe gjunohat. Për shembull kur ti lajsh dorë dhe pikon ujë, ato gjunohat që ke bën, gjunat e vogla pikojnë prej te sikur ai ujë që pikon prej dure. Kur ta lajsh ftirën tënde, për ato pikët e ujit që pikojnë gjunat e tua prej ftirës tënde, prej sinjve që i ke bën apo prej gjuhës. Dhe kratë kështu me radhë. E sahabët e pejgamberit alayhis salam vazhdimisht janë mundu shumicën e kohës ta kalin me abdes. E pse nuk ka kohë koha namazit, s'ka pas abdes sa që me mor abdes. Mund me mor abdes, pse nuk ka koha namazit. Pse me nejt me abdes është arma e fortë e muslimanit. Por kur e kanë mor abdesin, çka kanë bën? Me njëherë mas abdesit është sunet i pejgamberit alayhis salam, i thotë mi fal dy rekat të abdes. Do të thonë mos të merresh abdes, mi fal dy rekat namaz me çat abdesin e ri. E shikoni sa shpërblim të mëdha kanë fitu. Ka shku ka marr abdes, shpërbimi i abdesit. Mas abdesi ka fal dy rekat, shpërbimi atij dy rekate që i ka fal për Allahun Teala. Do me thonë besimtari duhet të mundohet që vazhdimisht të kërkon punë, vepra të cilat janë të lehta për besimtarin, por kanë shpërblime të mëdha. Edhe këtë selamin, nëse ummeti Muhammed alayhis salam nuk ka përshëndetje arabe, siç na akuzojnë disa. Nuk është përshëndetje traditës arabe, është përshëndetje islame. Pejgamberi alayhis salam po thot: "E wala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum." A që tregoj për diçka, nëse ju atë veproni do që shtohet dashuria mes juve. Afshu salama bainakum. Për hapni selamin mes veti. Ti thu se bithu mirë dita, mi mrama, bonjour, ku i diçka. Thuaj selam aleikum, dhe sevape. Thuaj assalamu alaikum wa rahmatullah, 20 sevape. Thuaj assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30 sevape. A të kushtoj diçka? Kur gjonë të kushtoj? E kjo çka tregon? Kjo e forcon vllazërinë, e shton dashurinë mes muslimanëve. Edhe ti atij vëllatan po ja dëshiron paqen, sigurinë, po i thu ndihu i sigurt me mua. Edhe pse shumica thotë na ku jap me selam, assalamu alaikum, na të kuptojnë ndihu i sigurt, ama masën atë dallavetë të dredhijet sa të mosh. Nuk i takon një muslimanit kështu. Se po bon si lloj tradhtari pe tradhton atë përshëndetjen tonë. Ti i thu vëllat al musliman, assalamu alaikum, paqja Allah qoftë mbi ti. Pra ndihu i sigurt. Jeton në paqe me me, mos të tot prej meje, se as nuk kam me tranu me fjalë, as me vepër, as një të keq nuk kam me ta bën. Në më thotë ti pja thu çiket, anqetën non po ja mendon një 20-30 këshia me apo. Si me mashru, si që bajnë atë dallaver, si që bajnë këtë, si që bajnë jatë, dhe me thonë, po deti si loj mashtrusi. Pra thuje selamin, edhe rri besnik ati selamit, asaj përshëndetjet. Thuje selamu alaikum, pa që Allah qumë mbiteje. Pra jetë rri i sigurt me mu, pra edhe ti qëndroj besnik saj që pithu. Pra drejta e muslimon, dhe i muslimon të para është, idha laqitahu fasallim alej. Nëse e takon, përshëndet me përshëndetjen islame, e cila përshëndetje ka shpërblime të mëdha. E drejta e ditë e muslimon dhe i muslimon të është, wa idha da'aka fajibhu. Nëse të fton për diçka, përgjigjo.
أي إذا دعاك إلى طعام أو مناسبة مباحة فلبي دعوته ما لم يكن لك عذر لأن في ذلك تلبية للأخوة وتهذيبا للنفس. Nëse të fton në ushqim, për shembull, ne të ushqimi shumica ju përgjigjemi, ka s'kemi dyshim. Nëse të fton në ushqim darkë kanë sillën varr, nëse janë ndaj darkë fortë, miri ka pin supë deri në ëmbëlsinë e bakllavë, ka sigurt ju përgjigjemi. Thot nëse të fton në ushqim apo në ndonjë tubim apo ngjarje të lejuar, që me Islam është e lejuar, domethënë ndonjë tubim, ndonjë darsëm, ndonjë gëzim familjar, pranoje ftesën nëse nuk ke ndonjë arsye të vlefshme për mos më shku. Pra duhesh më përgjigj asaj ftesës, bile nëse të fton shembull ndonjë darsëm, edhe në darsëm dije se ka ndonjë haram. Ta shumica darsëme janë full me harame, po nëse di se në darsëm ka haram, tash po vjen këto porostia pejgamberit alayhis salam, nëse të fton përgjigjo, po tash me ju përgjigj aty po ka haram, si me bon? Dietarët kanë thonë kështonë, nëse shkon, ju përgjigjes thjesht aty për me pas problem, e di ta shkomi në jetë ta ndryshosh atë haramin. Si ta ndryshosh atë haramin? Të këshillosh njerëzit, që u fosh, më thonë kjo është munker, kjo është e keqe. O Zotën nuk e duket, o Zotën nuk e donket, ta urrejsh me zemër. Edhe nëse don me qëndru disa një kohë të shkurt, si thujtë na me ja përhare, me urua darsë me këtë, pastaj mund mu largu për atij vendit. Pse? Se te përgjigjes ju ke ftesës ju ke përgjigj. Edhe shkojnë në atë vend, u mundohet ta ndryshosh të keqen, pra lejohet ki të drejta me Islam me shku, sepse është e drejtë muslimon ndaj muslimon, nëse të fton që përgjigjesh thirrjes së tij, nëse nuk ki ndonjë arsye të vlefshme e cila të pengon të mos shkojsh. Pra gëzim familjar, ndonjë darsëm, ndonjë darkë apo çka do kohë diçka të fton, duhesh që përgjigjesh, sepse kjo është e drejta muslimon ndaj muslimonit. Përgjigjja ndaj ftesës i forcon marrëdhëniet mes muslimanëve. Se të fton nuk i shkon, të fton tjetër si shkon, e fton ti nuk të vjen. Sikur tash që jemi në një kohë të jetuese, kemi fillu pak më bon evropian, mi bon shumicën e sejnë i bojna vet. Qoftë nëse të vjen mysafiri, përpara kur të ka ardhur mysafiri, këtë mahallat kanë ardhur me nejt me atë mysafir, me bon muhabet, me respektu, me nderu. Sot vjen mysafiri, i mbill me dritare, me dire, me roleta, me të gjitha mos shohin koshia se po rrin vetë me mikun tem, as vllavin se thirr. As minxhe nuk e thirr, as familjar më të afër nuk e thirr. Vin mishteri për shembull, as nuk i fton të familjarët e tu me njoftu me mishteri, mu njoftu njerëz mes veti. E bën ndonjë fjesë në diçka, mundosh sa më pak, lloj tradita janë të dalë, se po dojmë ne si musliman të atij vendet që gjithmonë kanë pas traditët, që të cilat tradita lakmiu kanë pas të tjerë. Edhe sot ndryshojnë ato tradita për çka? Për ngjaw pak Evropës, për ngjaw pak perëndimit. E ban një fjesë familjare, mundosh sa më ngushtë me rrethin më ngushtë ta bash, mos ti ftosh të tjerë. E ban një darkë, një sill, një diçka, sa më vet mi bën. Domethënë tu i ngushtu senët, me mbajt vetëm burri, gruaja me fëmijët e vet, na vetë kryjnë këto sene. Po edhe për raste vdekje, ka ndryshuar shumica traditës që kena pas kanë ndryshuar. Përpara për shembull ka qenë kur ka vdek dikush 7 ditë ka pas mi kena prit njerëzit për respektin me aprit atij të vdekurit, shoqërinë, familjar, miqësinë. Për shembull ka vdek baba, ja prit shokët e tij, akon 7 ditë. Pastaj tu paku 5 ditë, 3 ditë, 10 ditë, 1 ditë. Tash 1 ditë. Na për disa vende bilesh vetëm të vorrët. Allah e mëshiroft, ngushtëllime, Allah ju shpërblet edhe u kriqet tonë. E ku mbet ato ditët e tjera, se sa më shumë njerëz të vinë, ato kanë mu lut për vdekurin tan. E kur të lutën njëhet më pranu lutja, mjafton. E shumë tradita tjera kemi filluar të ndryshojna, sepse nuk kemi të përmbajtur sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, porosive të tij e kështu me radhë. Po wa idha da'aka fajibhu, nëse të fton përgjigjo. Në raste të caktuar, pra e kje obligim, detyrë më përgjigj ftesës së vëllat tan, ose kur të fton, nëse ki arsye mos më shku, lajmëroj se nuk mundem të vim. E pra këto ishin dy të drejtë e para të musliman ndaj muslimanëve, sepse erdhi edhe koha e namazit. Inshallah javën e ardhshme vazhdojna me
të drejta tjera të musliman ndaj muslimanëve, me të vërtetë këto 6 të drejta të cilat i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith e forcojnë muslimanët mes vetë, ja ushton dashurinë, marrëdhëniet mes muslimanëve dhe të jenë sa më afër njëri me tjetrin, sepse innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër, el muslim akhul muslim, muslimoni është vëllai muslimonit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allah subhanahu wa taala të na shton dashurinë mes vetë, të afrohemi njëri me tjetrin sa më shumë dhe të ndihmojmë mes vetë, të bëhemi bashk si një trup. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtar musliman janë si një trup, nëse një gjymtyrë e trupit ka ndonjë dhimbje, i gjithë trupi ka temperaturë. Ndina dhimbjen, edhe nëse musliman inshallah bëjmë ashtu siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse me të vërtetë që jemi të jetuar në një kohë ku jemi dobësuar shumë, e pejgamberi alayhis salam për këtë kohë ka lajmëruar. I ka thonë një sahabët e tij, si mendoni kur do të vijë e koha kur njerëzit që rrethojnë si kur rrethoni rreth një tepsinje, siç janë rrethuar përpara, tash këtë traditë që na lën. Thotë si do ta ndini veten? Një sahabi thotë, o pejgamberi Allahut, a pak do të jemi në numër? Thotë, jo, në numër jeni shumë. Por do të hudhen zemrat e juaja dashuria dunjos dhe urrejtja e vdekjes. Pra do ta doni dunjoshëm, do ta urrejni vdekjen, por atë do të bëheni shumë të dobët. Sot jemi sa miliard musliman, jemi diku 2 miliard musliman, po më duket kur nuk kemi qenë më të dobët. Kur nuk kemi qenë kështu më, nëse mund me thonë, më të nënçmuar, më të shkelëm gjatë historisë me këtë numër të madh, 2 miliard musliman. Mos me mujt me bën kur gjë për njëri tjetrin, mos me guxu me ngrit zorin kundra zullumqtarëve dhe atij të padrejtëve, mos me guxu me ngrit zorin për mi mbrojt atij që po ju bën zullum. Mos me guxu xhallat na për hitbe me fol për ato që po ndodh në Palestinë për shembull, që po vdesin fëmijë e gra e të vjetre musliman, po bën padrejti e madhe. Mos me guxu, ndoshta si bashki islami që janë për botë muslimanëve me dalë ndonjë deklarat me fol kundra asajna, pasi s'po mundemi me bën diçka fizikisht, bile ta bëjna me luqet tona, që të lutemi te Allah subhanahu wa taala për me ndihmua atyre. Po ne nuk e bojna, Allah xhaleshan ka ushtrinë e tij, e ka fuqinë e tij. Ja shikoni tash kanë të ndodha që ja ka shtin flakën Allahun tanaon. Inshallah Allah xhaleshan i shkatron ato zullumqtar një nga një dhe inshallah Allah xhaleshan na gëzon dhe vjen dita ta shohim atë ditën kur do të jenë ta fitojnë lirinë e tyre ato vëllezërit tonë musliman në Palestinë, në Gaza e në gjithë botën, se me të vërtetë padrejtësi e madhe është i bën musliman kudo që janë në botë. Inshallah Allah xhaleshanuhu na ndryshon gjendjen tonë, na përmirëson gjendjen tonë, por ajo përmirësohet kur ne fillojna, atëherë Zoti na ndihmon me përmirësuar gjendjen tonë. Në fund e lutim Allahun Teala të na mëshiron mbi tokë ndër tokë dhe në ditën e gjykimit, dhe lutim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.